Ndryshe. Me spotin e Big Brother për sonte. Mirë se erdhe Ari Bakalli. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Palomita. Është Dima, jemi edhe në kështu vizualisht që dukemi bukur apo Jemi nesër. Pasa orës jemi në tu. Do dukesh. Spoti për sonte me Salsano, nuk e di mirë, më lërni të përshëndesje se kam shumë nostalgji për këtë program. Tani të lutem shumë. Kemi nostalgji. Lindëm bashkë. Bashkë lindëm. Bile ke bërtit, ka bërtit shumë, aq shumë dhimbje ka pas. Kur lindi. Se lindi veta? Vetë lindi. Unë bata kokën. Pastaj ti ke bërë shumë fëmijë, po ecën më lart ke. Unë jam zata burra që martohem shumë mirë. Po Palomita duhet vi më shpesh në këtë program. Duhet vi më shpesh. Se ka zënë smeri. E di ç'bënde ta tregojmë para se të nisi Big Brotheri. Pak nostalgji nga ky program jo ndryshe. Mos i bëj pyetje më këtyre se na ikën e s'na erdhën më. Ndërkohë që unë i sakatoja pyetjet e mia. Unë të gjete pyetjet më të këqija. Është ftuar ky ftuar, ky është zënë një herë me filanin, edhe do ta pyes po kuruzure ç'a bëre. Po ç'keni ti? Ai ishte harruar Ka qenë një vit fantastik. Mirë që jemi te zën, ka dy të dyja jeni zën ndonjëherë? Nga Big Brother 1? Shiko, ja ta them unë. Edhe e di që do filloj të ashtu. Brenda ishim shumë mirë. Sa dola, kur dola unë se kjo doli pak më parë. Shofun të gjithë se i kishin ruajtur ata që më mbanin celular. Paloma kundra Monikës, jam bërë pishman që e kam pas shoqe. Hej zot, thash me veten time. Po ku mjoftemi birë aty. Po normal të dilte daksi pijemi shokët e tu kur ne të ishim të parë që unë gjizëm me njëra tjetrën edhe dolën dashuritë tua. Donaldi e gjithë me radhë. Po ishin sepse sillnin u. Karion ngelen ato që ishin në fillim, po ti pavarësisht tani që i kujtoni pas keni qenë shumë të lezetshëm. Ne çka kemi parë vjet dhe sidomos si vjet. Ju keni qenë hyrë. Pas keni knaqë. Jo, e di çfarë sinqerisht ta them. Unë kam qesh, Monika sinqerisht edhe e kam më ka pëlqyer, kam thënë publikisht kur të ka bën një shaka i liri me ty aty jashtë, pavarësisht si mund të ishte çik seksiste. Po ai ishte maksimumi i lojrave. Jo, kam fjalën aty ngacmime tamam, ke ironia, cinizmi, pra brenda që ta leshi çik të kuptohet. Ma tha, kurse vjet dhe si vjet është kanë lënë njëri në shtëpi brutale fare, kur të gjallë pa përmendur. E tmerrshme, pra ja morën dorën. Do flasim për gjitha këto. Do flasim për gjitha. Mona ta dëgjojmë pak spotin për sonte që na ka inspiruar, frymzuar për të bërë gjithë bashkë edhe për të folur për sonte veçati, po edhe për Big Brotherin në përgjithësi se jemi në ditët e fundit. Një përplasje fort me zgjestit dhe Laertit ka ndezur rrjetin. Egli apo Laerti? Kush do të shpallet finalisti i dytë? Unë kam bindjen që mund të jetë Laerti finale. Egli më i thënë, edhe Egli ka më shkut. Dhe çfarë do të ndodh pak ditë përpara finales së madhe? Big Brother VIP të martën me Ledion Liçon, ora 21:15 në Top Channel. Laerti Gjesti, një sherr, një debat që ka ndezur vërtet rrjetin. Un kam do pyes Arin fillim. E meriton këtë, ajo e meriton për shkak. Çfarë meriton kjo? Çfarë është meriton? Pse se kupton ti? Kjo është thirrje të gjithë fansave të Gjestit që juve votoni për Eglin urgjentisht. Tash jo në logjikën tënde çfarë meriton Egli të shkojë në finale? Po sinqerisht më shumë se Laerti e meriton, me folën drejtën. Oh? Pse? Laerti ka ngroh vezën gjithkohës, tash i lemos u tan. Ka ngroh vezën, po shikoj. Ari ti edhe intelektual morali. Po tash ti një njeri që të drejtohet ty pa nivel fare, në çfarë gjuhë pretendon ta përkthej Laerti ty? Aty në përgjithësi jo për Eglin, nuk e përjashtoj në debatet me kryesisht me pjesën më të madhe të banorëve. Më fal, dëgjoj se Del Gerfera. Prit, ja te Paloma, po ti përmendun Gerfera. Dëgjoj. Arsyetimi ishte imi dhe unë sinqerisht me sinqeritetin më të madh ta them, e thash këtë jo për raportin e Laertit me çunat, po për raportin e Laertit me gocat. Se ky Big ka pas Ky Big ka pas për mua çunat më mediokër të gjitha historirave televizive. Një puthje të vërtetë dhe të sinqert nuk e kemi pa. Dhe Laertin unë ishte vetmi që njoh aty dhe më është minimalisht më duket çun tamam me gjithë mirat dhe të këqija që ka. Po ti pse çon në finale Eglin? Çun, po më do mblesh ti jam parë pikërisht për këtë se më ka zgënjy dhe se kam pa
që tjetë ai Laert që unë kam njohur dhe jashtë, që është më dinamik, më i fortë, më bile, një nga vetit që unë e shofi çik jashtë, si më thon, unë e kam mik, jo dhe aq të afërt, po e kam mik që ndesh. E ke njohur, të njohur. Është pikërisht ajo protagonizmi i tepërt që ai merr, ndërkohë që aty është fik fare, dhe në këtë aspekt them që nuk ka bë asgjë, e çfarë ka bë. Dakor, mbase nuk ka energjinë e duhur që ka jashtë. Po me logjikën e Laertit unë shkarsoj njëri aty në çdo debat. Absolutisht. Me logjikën unë e kuptoj, po gjërat shifen në kontekst. Ai aty ka qenë një babaxhan, dakord? Babaxhani që ka stonu se ka bë babaxhanin dhe her pas here ka. A mund të bëjë një oponent të vogël? Një oponent të vogël. Kur i thua burgrua, kur i thua je pianet, si është rrirë për tokë, ndoshta një pjesë nga jeta e atij, sepse artistët në përgjithësi kanë shturje të jetës personale, vjen një Gert Ferra dhe e ndrydh. Prit ta mbaroj, të lutam. E ndrydh. I ziu nga Afrika se mos i dalin komplekset kryesisht të gjërave që ndoshta në një pjesë janë, po të themi 10% të vërteta, është munduar të ndrydhi veten e vet, duke qenë se ti the pak më parë që ka dashur jo vetëm protagonizmin në shoqëri. Dgjoj, dashje pa dashje, palova po thua pikërisht atë që them unë, që ai është më dinamik, më protagonist. Bile në jashtë ka pas një lokal këtë teatri e kështu. Unë ka menduar që e ka tepruar me protagonizmin dhe ti vetë po thua që ai pavarësisht se ndoshta është ndjeri ndrydhur nga rrethanat, nga ky djali, nga Gerti, dhe ai për mendimin tim ishte shumë banal. Edhe nga Gerta, më dhe Gerta është ja se Mona i njeh edhe në rrethanat më të afërta. Afrote mikrofonin. Unë e njoh të dy, por dua të them, me të vërtetë ai është si kryefjalë në shoqëri ose në vendet ku ai konsumon teatrin, lokalet, shtëpinë. Por duhet të dish që përballë ka njerëz shumë intelektual, ka njerëz të përgatitur. Ndërsa këtu nuk ka shanse se si ky djalë me i artikuluar kaq mirë, që nuk ka gabuar në asnjë drejtim të gjuhës të drejtuar, do më thënë edhe drejt shkrimore dhe kështu të gjusore, komunikuar, gjuhë të pastër dhe ka qenë i vetmi pa i ngritur zërin për t'i bërë të tjerë të ofendohen. Ju ka shpjeguar edhe situata, edhe fjalë çfarë do të thotë njëri. Pak a shumë ti do të thosh që ai jo vetëm që s'ka qenë bullizues, ka pas momentet e veta, por dua të them këtë, që varet kë ke gjithmonë përballë. Në qoftë se do kesh me Rozanën kishte territorin e vet. Për shembull ndihesh komod, flet dhe shprehet, sepse është brenda territorit. Monika që me Rozanën ka më shumë gjërat përbashkëta dhe edhe ndihet. Ti në një ambient për shembull kam pritur shumë që ky Laerti bashkë me Eglin, si dy mosha të kundërt që ishin, do sillnin modelin më të mirë. Pse? Sepse besoja shumë që Egli? Se më kujtoj një histori, të bëjmë shigalla tani. U bë kjo ajo goca nga Italia, Michela. Po, që i doli. Edhe Egli, edhe ishte ajo java që i thonin Laerti manjak. Sepse unë këto detajet i kam shumë qef. Dhe kjo Michela thot, ua tha ky, i ka të ngacmuar, tha Ledioni. Ky tha, në fillim tha më shikonte kështu e kështu. Sa e mori vesh, prit më fal, lutem. Sa e mori vesh që una me fejuar, nuk më pa më. Kjo do të thotë manjakni. Kjo do të thotë, çaj është me logjik, se mbaroi Egli. I swear to God, merre fute ato se nga gjërat janë kaq evidente sa them, ore si se kapi njëri kë të flasi diçka. Egli përforcon të njëjtën situatë. Thot ky ditë e para më thoshte, o si ma ngrite mishin, kurse tani më thot kam si motor. Që do të thot kjo, këto ankohen që ky s'po na gju, që s'kjo më. Prandaj ai rapi vezën. A vizë pas e kap në këtë pritje. O Sancano gjeje këtë episodi dhe do habish si se ka parë shumë, po po replikon njëri. Do po ankohen që ky na ka joshur në fillim, pra se më është ndjer i tërhequr nga ne, tani nuk e tërheqim. Ne po vdesim çfarë kemi ne po pra. Ne vdiqëm për një paradoks. Pra që do të thotë që ai i ka bër lojrat. Në fillim ishte i lezetshëm, më pastaj e trëmbi kjo Valbona, more çaj glori më këtu. E trëmbi e trodhi fare Paloma kush shkon në finale sot? Shiko, është pak e vështirë sepse unë Eglin e kam përkrahur, është një vajzë inteligjente, një vajzë e cila ka shumë dinamika, të lutem, sepse do dal shumë jo koherente siç thotë Egli pastaj. Por nuk do doja që ta kisha këtë përballje dhe kam shumë të vështirë, të dy personazhet i dua shumë. Egli patjetër do doja shumë që të jetë në finale, po jo në këtë finale.
me Laertin. Domethënë, mendoj që Laertit i duhet kjo finale dhe duhet të jetë patjetër në këtë finale. Në një përballje tjetër, edhe meriton patjetër. Në një përballje tjetër sepse deri në gjysmë finale do shpallen edhe të tjerë, po që kam një përshtypje që Egli patjetër do jetë në finale. Shkojmë në publicitet. Po ti më ç'është? Unë sa bona gati tu me numër. Edhe mua më heq turin në publicitet kështu.